shumë të respektuar të pranishëm. Ju lusë rinis pak që të dëgjojnë, falënderit për gjithë këtë atmosferë pozitive. Moderatorja në fillim, para folësit tim, mbi emrin jashtoj, mbi emrin tim, Zotri Lavdrim Farizit i tha lavdim me mishi, as pak nuk ka gabuar pasi që ne këtu jemi gjithë si një familje. Të dashur qytetar të Arcës, të dashur miq, bashkëshatar, bashkluftar të këtij rrugtimi. I nderuar kryetar aktual dhe padyshim kryetar i arshëm i Tetovës, që do të korë një fitore plebishitare Zotri Bilal Kasami. I nderuar Zekiria Ibrahimi, i nderuar dhe shumë i respektuar Zotri Arben Fetaj, e nderuara kryesi e Vlenit. Ju lutem rinis, vetëm të më përfundojnë fjalimi. E nderuara kryesi e Vlenit, motori i këtij rrugtimi, shefi i shtabit qendror Zotri Adnan Azizi. Tani është radha juaj, shumë të nderuar dhe shumë të respektuar, ju që po jepni hije kësaj fushate, rinia më e shëndosh e këtij vendi. Sonte këtu në këtë vend që e dua më shumë se çdo gjë, shifet se ka filluar ndryshimi. Shikoj në sytë e juaj një shpresë, guxim dhe një forcë që nuk mund ta ndalë askush. Kjo nuk është vetëm fushat, kjo është zgjim i të gjithë neve. Vitet e fundit fatkeqësisht na kanë ofruar vetëm mashtrime, pa drejtësi dhe përbuzje. Na kanë lënë pas dore dhe thuajse fare na kanë haruar. Disa nga ata kanë pasur guximin t'i quajnë meritat e qytetarëve si dhurat të tyre politike, por te Arca nuk pranon premtime boshe. Sot këtu para jush do t'ju them qartë një gjë. Unë vi nga ju, unë vi nga rruga, nga djersa dhe nga puna. Unë vi nga fshati, nga toka, nga sporti dhe nga çdo vend ku është derdhur mund dhe ndeshmëri. Është e vërtet që unë ndjej dhimbjen e këtij vendi, por njëkohësisht e ndjej edhe fuqinë e këtij. Jo falënderit, vetëm ta përfundoj, ju lutem. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për zgjedhje, këtu bëhet fjalë edhe për zgjidhje. Këtu bëhet fjalë për dinjitet, për ta kthyer besimin, për ta kthyer drejtësinë, për ta kthyer shpresën tek brezi që po rritet me ndjenjën se asgjë nuk ndryshon. E sonte unë po ju them se gjithçka do të ndryshojë. Ne do ta bëjmë komunën e të Arcës komunë të punës, të rritjes dhe të barazisë. Do investojmë në bujqësi, do të investojmë tek të rinjtë tanë, në sport, në çdo familje që kërkon vetëm një mundësi për të rizgjuar apo për të ecur përpara. Të Arca ka njerëz shumë të mirë dhe të ndershëm, të aftë, krenar, vetëm dikush duhet që ata t'i dëgjoj dhe t'ju jep mundësinë. Ne jemi sonte këtu për t'i dëgjuar dhe për t'u dhënë mundësinë. E them me plot bindje, koha e atyre që mashtruan po përfundon. Koha e qytetarëve nga sonte po fillon. Këtë betejë ne do ta fitojmë, jo vetëm me fjalë, por me punë, me zemër dhe me qëndresë. Ne nuk luftojmë për pozicione, por luftojmë për të Arcën, për të ardhmen e fëmijëve tanë. Unë besoj në ju, besoj në këtë vend, besoj se me 19 tetor, historia e të Arcës do të shkruhet krejtësisht ndryshe. Nga kjo natë, nga kjo sallë, nga kjo frim, fillon ndryshimi dhe shkruhet fitoria. Faleminderit për besimin,
falemderit për guximin. Ju falemderoj për dashurin që e ndjej sonte në çdo zemër këtu në mesin tuaj. Ne sonte me një zë themi, te arca është zgjuar, ndryshimi ka filluar, fitoria e qytetarëve më shumë se kur tani është afruar. Ju falemderit, na prifte mbara në takimet e radhës.